Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit, i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu. Së pari, fëmijët një mend janë të vegjël, po asnjë çerdhe nuk është minore. Çdo çerdhe duhet të trajtohet me seriozitetin më të madh, sepse bëhet fjalë për fëmijët. Së dyti, unë e kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë, në zyrën time, dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kemi edhe investimet të tjera, por investimet madhore të cilat janë shumë vjeçare, ato natyrisht që kërkojmë planifikime të tjera, e kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës duhet gjeni punë tjetër.